Për ekspozitën më tregoj një shok, duke ditur hobin tim për fotografi, pastaj u interesova më shumë në Facebook dhe aty po shikoja për tema. Dhe ajo që më pikasi më shumë ishte qenie Mjerane nëpër Kazan dhe gjithë Shqipërinë, sidomos në Tiranë, shohim që është një nga temat që më ka prek gjithmonë, jo vetëm te kjo ekspozitë, po mund shikosh njerëz, mund shikosh edhe kafshë, po ajo që më prek më shumë nuk janë njerëzit, sepse njerëzit e kanë dorë të ikin nga ajo, se kanë mundësi të lëvizin, mos t'jenë më aq Mjerane, ndërsa kafshët i kemi nën përgjithësi në një farë mënyre, do thëmë pse i lejmë nëpër rrugë, nuk hapim ndonjë gjë që t'i vëmë gjithë kafshët aty. Edhe pastaj, si në çdo lagje ka qej, mace, dhe ajo që më bëri përshtypje ishte se ishte një qen aq i bardhë, edhe në një kosh aq të madhe dhe thash paktën për këtë ekspozitë ta bëj si punë mesazhe. Ti që si foto nuk do dilte në krye vepër, se si mjedisi nuk do jetë, se mjedisi është gjithmonë i bukur, po thash paktën do ketë një mesazh të fortë për atë që duam të transmetoj, që ka vite që du të transmetoj atë gjë. Dhe me sa duket, jo vetëm unë ndjeva shumë për kafshët, po edhe të tjerë të prekën për këtë gjë dhe më votun në farë mënyrë. Si të dukur ishte një farë shumë i mirë, nuk e pyet çfarë kaq të mirë, se kur thash ekspozitë, thash do të jetë diçka e vogël, pastaj kur mora vesh që ishte tek Hotel Sheraton, thash wow, bravo, diçka shumë me arrir në farë mënyrë dhe kur u futa në ekspozitë ishte shumë e bukur, nuk e prit që t'ishte aq e arrir, seriozisht. E mendosha diçka shumë vogël, me shumë pak foto, po ishin njerëz zakonisht shumë foto dhe kishte shumë konkurrencë, shumë foto më kanë pëlqyer aty dhe çmimi i parë ishte mrekullueshëm. Po edhe ishte edhe një foto tjetër që më pëlqeu shumë, ishte me një plak, më bote si hapësira gri, po njëkohësisht nuk e di, ishte një temë shumë mund të kapten shumë tema dhe ajo më pëlqeu shumë të arrija të gjitha foto. Dhe u gëzova që mora pjesë në këtë ekspozitë. Ishte më vërtet, unë ndjeva krenare që i kisha po foto dhe isha në këtë ekspozitë. Falenderoj shumë. Shumë sukses.